Në fakt, unë zhder kam thënë se Kosova në fakt është një teren që kontaminuar politikisht, po për të ikë këtij kontaminimi, e gjithë lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë për të ofruar liri, barazi dhe shprehje të lirë. Pra, secili ka të drejtë ta shpreh mendimin e vet, por mendimi i tij duhet të jetë i argumentueshëm. Në fakt, ne po kalojmë një periudhë që argumentimi për neve nuk ekziston, edhe shtrohet pyetja se kush janë ata persona që ngrisin dilemat e tilla. Po edhe ata që kanë emën e nuk kanë emën e nuk kanë bagazh për të ngritur si tema, unë mendoj dhe mesazhi jam është ky se duke kundërshtuar gjykatën speciale, duke marrë pjesë në protestat e tilla çfarë ishte ajo madhështore në Tiranë, ti e ke bën punën më të mirë për ta respektuar sakrificën e familjes së Ashari dhe të UÇK-s. Përtej saj, ata që ngrisin kësi dilema, a i bojnë pyetje vetes se pse kemi lanë ne si shoqëni dhe si institucione në këtë gjendje kullat e jasharëve. Pra, kullat e jasharëve për në rënohen, e kam thënë në studion e juaj se ne shqiptarët i kalojmë këtë kufijet e Serbisë, i kemi produktet tona në frigoriferat tona dhe shkojnë në prekaz dhe bojnë Shqiponjen paravorrit e Adem Jasharit. Po që kjo është ajo farmozaiku që shqiptarët në ka që reduktojnë gjithë këtë, duke mos e dashur lirien, duke mos e dashur UÇK-n, duke mos qenë për argumente politike kundër gjykatës speciale, njerëzit ngrisin në kësi dilema. Me të vërtet për mua është shumë e turpshme me ngrit kësi dilema. Do të ishte shumë madhështore që t'ishte edhe brezi i Asharëve aty. Po pra kjo ishte pyetja, Dardan, se ndoshta edhe u keq kuptua. Do të ishte mirë që edhe familja e Asharit ishin prezent. Por edhe nëse s'ishin, çfarë do të thotë kjo? A do duhet diskutoj? Në fakt, brezi i Asharëve për mua është sublimja më e madhe e lirisë Kosovës. Unë kisha dëshirë që jo vetëm në protestë, po jasharët i prinin shumë proceseve tona. Po si brez. Po me qenë se është në vendimarrjen e tyre do të marrin pjesa jo, normalisht unë jam shumë i vogël për të dhënë kritika për brezin e Asharëve, mirë po përderisa edhe brezi i Asharëve, edhe brezi i Haradinajve, edhe brezi i Zahir Pajazitave, edhe brezi i shumë luftëtarëve i dëshmorëve të kombit ka hyrë politik, në fakt nuk është ja bën argatin Kosovës dhe UÇK-s, është ja bën argatin misioneve politike për cilat deri tash edhe ata kërët e luftës që janë kyç politike, deri të këtë qeveri nuk kanë lënë shqiptarë dhe nuk kanë lënë familje dhe brez pa thy në korrez. Pra dhe kjo është tendenca për me thy në korrez këtë brezin e Asharëve, i cili është vlera më e madhe e popullit tonë. Po prapë po thamë. Po Dardana, mund të jetë kjo një arsye për mos përfshirje të familjes së Asharit? Shembull, po themi, a mund të jetë gjithë kjo çka po e përmendti, çka nuk është bërë për familjen e Asharit, jetë një arsye pse ata nuk dëshirojnë të involvohen as në protesta, as në procese tjera? Po familja e Asharit në fakt e ka kryer misionin e vet më madhështor që historia e popullit dhe lufta dhe lufta për liri dhe çlirim nuk rezulton. Unë po them brezi i Asharëve të duhet i pritet secilit proces. Po nuk muj të ngrejti dilema ose të jap kritik pse sot jasharët nuk janë në protesta. Le t'i kursejmë pak edhe jasharët për kësaj situate. Ne, çka na takon neve është që ta vazhdojmë rrugën e Adem Jasharit, edhe për këtë nuk duhet ngrejmë dilema pse nuk janë jasharët aty, ne mos ta vazhdojmë momentumet tona që janë tarta tash për ta kundërshtuar gjykatën speciale. Besojmë po thamë se Dardan, besoj që në këtë pikë që jemi, natyrisht e rëndësishme edhe të procesit në Hag, duan nga ju edhe, po edhe nga Llapashtisa. Besoj, do të ishit për dhe do të ishte një imazh tjetër nëse do të kishim një deklarim, nëse do të kishim një pjesëmarrje të familjes Jashari në këto organizime. Pyetje pa dashme ngrit përçarje tjera, natyrisht, atë jemi të qartë. Më falni që ngriti këtë me dhonë përgjigje, nuk e di sa viti keni pas ju kur ka qenë lufta në Kosovë, po unë kam pas 17 vjet edhe le t'i bëjnë pyetje ata vetës, se pari këto është dilema. Pse me 5, 6 dhe 7 mars, kur ra kushtrimi i epopejës së Adem Jasharit, shqiptarët ju bashkuan Adem Jasharit. Unë kam thënë shumë herë, nëse ti don me kujtu UÇK-n, edhe do me kujtu
vlerat e sajna që janë shumë madhështore. Veç me ndo sakrificën e jasharve. Duke me ndu sakrificën e jasharve, e do në uqëkën edhe nuk gritë si dilema. Populli jonë, ose qytetarët atje, për shkak që kanë këto kontaminimet politike, sot janë në kundër gjykatës speciale. Nuk po mbrohet aty, kam thënë zëshëm, as Hashim Thaçi PDK-s, as Kadria Reqa, po që na kemi Recep Selimin që nuk i takon një shtynë të aborë politike. Kemi edhe bashkëftetarë tonë tjerë. Po unë vete po të me familjarët e me një diskurs tjilë. Qka nëse unë si pjesë e luftës, ose prindi jam që ka vdek, ka qenë një ndër komandant të zonave atje, ti shkon sot gjykatën speciale. Qka ta shna pëse i takojnë një subjekti politik, mës me mbështetë këtë protesta, po mendoj që kjo është kontaminimi politik që i ka ndodhur shoqënias. Edhe normalisht në këtë valle ne e kemi përbaltur me qëllim edhe familjet e mëdha, edhe familjen Jashari, duke gjetur kësi paturpsi, kësi dilema për të ngritur e për të mos marrë pjesë. Po tham, ai shqiptar që e dën UÇK-n, që e dën sakrificën e familjes Jashari, që është brezi më i madh i shqiptarëve prej Gjergjit e deri te ky brez, duhet për me kuptu mirë, duhet me e kujtu sakrificën e tyne edhe momentin që kupton sakrificën e tyne dhe dën luftën dhe heroizmin e Adem Jasharit, ti nuk rrit si dilema, po del aty, ku ka pashkangjit popullin në sheshin Skënderbej dhe mbështet se kjo nuk është për ta mbrojtur kërkon tjetër përveç luftën dhe sakrificën e Adem Jasharit. Llogarit nëse ne e hupëm si betejë këtë, llogarit që qëllimi i Serbisë ka me kon kjo tjetëra, që këtë viktimat e dhunës, e përdhunimit, edhe sakrificën e Jasharëve, krimin më të madh që ka bën aty dhe çdo dhe masakrat në Reçak, Meje, Likushan e kudo, ka me kthyer me arsitu me kësi metoda. Pra, shqiptarët nuk janë të bën këtë punë ndershëm, mra pasoj në ka prapavi politike, e për cilën secili duhet me mendu që është shumë e tërpshme. Unë do doja që t'i printe Adem Jashari, brezi Jasharëve, secilit proces. Po dhe nëse ata nuk i prind proceseve, çka tash nëse lunë kombëtarja futboll, e nuk është një brez i familjes Jashari, na mos me shku me mbështet kombëtarën na? E qartë, Dardan. Faleminderit shumë edhe për sot. Mendoj që shqiptarët duhet me reflektu dhe duhet sinqerisht në momentet e fundit me pase me këtë diskurs politik ne jemi ty shkatru dhe ato familje. Po e tham edhe njerë dhe ndoshta për përmbylli. Ata shqiptarë që ngrisin kësi dilema, ku shkojnë në prekas të kullat e Jasharëve, a njën tërprun që ne ato kulla po i lojmë me shkatru. Ku jemi ne që si mbrojmë? Ku jemi ne që nuk investojmë aty që me konë një ndër vendet më të vizituar në botë? Dardan, të falenderojmë shumë, sepse e dim që jeni edhe në orartë punës, kështu që ishte rëndësishme të marrim edhe një mendim nga një ish luftëtar. Të përshëndesim nga studio. Falenderit juve, shëndet e mbara për gjithë. Falenderit shumë.